Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, qoftë lëvduar Jezu Krishti. Ju ftojmë në këto momente që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit. Sot është diela e dytë e kohës së kreshmeve dhe psalmet i marrim nga java e dytë e psalterit. O hymë eja në ndihmë, O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Himni. Me fytyrë përdhej të lutemi, të gjithë ne sot të thërasim, të qajmë para gjykatësit, të ulim flakën hakmarrëse. Me të zezat tona, o Zot, shpirt mirësinë tënde fyejm, nga lart na jep mëshirën, ti që fajet tona shlyen. Mendo bitë tu ne jemi, ndonë se nga balta mrast, lutemi mos t'i japësh tjetrit nderin e emrit tënd. Pak sot të keqen që bëm, shto të mirën që të lypim, me çka mund të pëlqejmë ty, qysh tash e për gjithnjë. Na ndihmo Trinie lume, na lejo një nije vetme, për të tu të jenë të frytshme, këto dhun ti të përkora. Amen. Antifona e parë. E djathta Zotit bëri mrekulli, e djathta Zotit më lartësoj. Psalmi 118, këngëzimi dhe fitoreje. Jezusi është guri që ndërtuesit e qitën jashtë përdorimit, por që u bë guri këndit. E gjejmë tek Veprat e Apostujve 4:11. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tash të Izraeli se ai është i mirë, e amshuar është dashuria e tij. Le të thot tani shtëpia e Aronit, e amshuar është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Le të thonë tani ata që druajnë Zotin, e amshuar është dashuria e tij. Në vështirësi e thira në ndihmë Zotin, Zoti më dëgjoi edhe më shpëtoi. Zoti është me mua, s'druaj se kaq më bën njeriu. Me mua është Zoti ndihmtari im, për asgjë i bëj armiqtë mi. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në njerëz. Më mirë është të strehohesh te Zoti se të kesh besim në princa. Më rrethuan të gjithë paganët, i shfarosa me fuqi të emrit të Zotit. Rreth e përqark më rrethuan, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më rrethuan por si bletët, por si zjarrt që merr flak ndër ferra, por i shfarosa në fuqi të emrit të Zotit. Më shtyn, më dhan shtytje për të më rrëzuar, por Zoti që ndihma ime. Fuqia ime e lavdia ime është Zoti. Ai është shpëtimtari im. Ja brit magazimi e ngadhnimi në tendat e të drejtëve. E djathta Zotit të madhërua, e djathta Zotit më lartësoj, e djathta Zotit u madhërua. S'do të vdes të jetoj dua, do t'i kumtoj veprat e Zotit. Me ndëshkim të rënd Zoti më ndëshkoj, por nuk më lëshoj në duar të vdekjes. Mi hap një dyert e drejtësisë, dua të hy e t'i thur lavde Zotit. Ja, këtu është dera Zotit, në për të do të hynë të drejtët. Do të falenderoj sepse më ke vështruar dhe u bëre shpëtimtari im. Guri që qitën jashtë përdorimit ndërtuesit, erdhi e u bë guri këndit. Zoti e bëri këtë gjë, sa mrekulli për sy tanë. Kjo është dita që na e dhuroi Zoti, të galdojmë e të gëzojmë në të. Ma jep o Zot shpëtimin tënd, dhe o Zot jep të mbarën. Bekuar qoftaj që vjen në emër të Zotit, po ju bekojmë nga shtëpia e Zotit. Hyj është Zot, ai na ndriçoi. Rendituni të gëzuar në reshtin kremtor, me rema në dorë deri në ballë të elterit. Ti je hyjim, ty të falenderoj. Ti je hyjim, unë të madhëroj. Lavdërojeni Zotin sepse është i mirë, sepse e amshuar është dashuria e tij. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. E djathta e Zotit bëri mrekulli, e djathta e Zotit më lartësoj. Antifona 2. Sikur se 3 djelmoshat në mes të flakës,
Ti këndojmë dhe ti japim lavdi Zotit. Kënga Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. I bekuar je o Zot, hyi i etërve tan. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar emri i shenjtë i lavdisate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në tempullin e lavdisate të shenjtë. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në fronin e mbretërisë sate. Tezve i lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je ti që shqyrton humnerat e qëri mbi kerubin. I lavdishëm e tezve i madhërueshëm në shekuj. I bekuar je në kupën qellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëvdojeni dhe madhërojeni në shekuj. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Sikurse tre djelmoshat në mes të flakës, ti këndojmë dhe ti japim lavdi Zotit. Antifona 3. Lavdërojni Zotin, pushteti i tij është i lartë mbi qiell. Psalmi 150. Çdo krijesë le t'i jap lavdi Zotit. Lavdërojni hyj në shenjtroren e tij. Madhërojni në hapësirën e kupës qellore. Lavdërojni për veprat e madhërueshme të tij. Lavdërojni për madhërinë e madhe të tij. Lavdërojeni me zë të boris, lavdërojeni me harp e me citar, lavdërojeni me tupan e valle, lavdërojeni me korda e me fyej. Lavdërojni me cimbale tingëlluese. Lavdërojni me cimbale brohorie. Gjithçka që merr frym le ta lavdëroj Zotin. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. lavdërojeni Zotin, pushteti i tij është i lartë mbi qiell. Leximi i shkurtër marrë nga libri i Urtisë, kapitulli 5. Shpresa e të patënzonit është si hedha që e mbar tera, por si shkuma e hollë që e zhduk stuhia, por si tymi që e shpërndan era, kalon por si kujtimi i mikut të njëditshëm. Kurse të drejtët jetojnë gjithmonë, shpërblimi i tyre është në dorën e Zotit, i tejet larti për kujdeset për ta. Përgjigje e shkurtër. Le të vijë mbi mua mëshira jote dhe unë do të kem jetë. Le të vijë mbi mua mëshira jote dhe unë do të kem jetë. Do t'i ruaj fjalët e gojës sate. Dhe unë do të kem jetë. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë. Le të vijë mbi mua mëshira jote dhe unë do të kem jetë. Kënga ungjillore Benediktus. Antifona. Jezu Krishti e mundi vdekjen. Nëpërmjet ungjillit shkëlqen për ne drita e jetës së pavdekshmet. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar kapitulli i parë. Mesia dhe paralemruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyji i Izraelit. Që e pa dhe shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërbëtorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëj mirësinë që ua premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend beslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirë në Abrahamit atit ton, se do të na bëj të mundshme ti shërbejmë pa frikë, të shliruar nga duart e armikut, në shetëri e drejtësi para ti për çdo ditë të jetës sonë, e ti o djalosh do të quhesh profet i të tejet lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ja përgatitur udhët, për ta vënë në dijeni popullin e tij, se hyi do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgoj në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdiatit e birit e shpirtit shenjtë, si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Jezu Krishti e mundi vdekjen,
nëpërmjet Ungjillit shkëlqen për ne drita e jetës së pavdekshme. Lutjet e besimtarve. Mirësia e Zotit është visari pa kufishëm. Ta lavdërojmë pra Zotin ton edhe përmes Jezu Krishtit, i cili gjithnjë jeton dhe ndërmjetëson për ne. T'ja drejtojmë lutjen ton duke thënë: Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. O Ati mëshirës, bëj që sot të bëjmë shumë vepra për shpirtërie, që të gjithë njerëzit ta ndjejnë bujarin ton. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Ti në kohën e përmbytjes në ujë e ke shpëtuar Noehin në bark, shpëtoj edhe katekumentet në ujin e pagëzimit. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Bëj që të mos kërkojmë të ngihemi vetëm me bukë, por edhe me çdo fjalë që del nga goja jote. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Në ndihmo t'i largojmë të gjitha mosmarrveshjet, por të përshkohemi gëzueshëm me dhuratat e paqes dhe të dashurisë sate. Ndize në ne zjarrin e dashurisë sate. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë e mryt, art mbretëria jote u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën ton të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijem në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O Hy, ti që na urdhërove të dëgjojmë birin tënd të dashur, dënjohu të na ushesh shpirtin me fjalën tënde, kështu që me kuptim shpirtëror të pastruar, ti gëzohemi kundrimit të lavdisë sate nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.